U rrit pensioni, tha kryeministri. Kryeministri po tha fjalën e mban. Të pyesim ty profesionist. Si vjen mirë aty, po na. Pensionin e rritur, po jo atje ku duhen. Kryeministri doli dje dhe tha që jam shumë i kënaqur me për buxhetin e vitit 2026, veçanërisht për pensionistë. Inshallah të jetë ajo që thom, por vetëm një gjë duhet që pensione, ajo indeksioni mos të jepet tek ai që merr 800.000 lek, të marri 80.000 lek dhe ai që merr 80.000 lek të marri 800 lek. Sepse frutat, zarzavatet, buka, mishi, gjitha janë rritur njësoj për të gjithë. Si për atë që merr 80.000 lek dhe për atë që merr 800.000 lek. Sa kilometri marr 800 lek? Asgjë. Po gavajt. Po që një thelmish, po që të bëjë me një thelmish? Se juve thatë për kohën e komunizmit, ama në kohën e komunizmit nuk vuanin për bukë. Kishim harmoni, kishim dashuri, kishim shkolla, kishim spitale, i kishim të gjithë pa lek. Po dhe tani këta thonë që ka shkolla, ka spitale, po bëjmë shkolla, gjithë shkolla ka ndërtuar për Tiranë. Jo, kam bërë. Unë kam qenë shumë vite jashtë shtetit dhe kur kam marrë dhe kam gjetë në zero Shqipërinë, sot shoh që kanë bërë shumë. Sa po që në komunizëm ishin mirë? Në komunizëm ishin. Kush e prishi? Ata nuk e di, se unë ika dhe i lash. Shumë nuk e di se kush e ka prishur, por është ndërtuar, është rregulluar. Gjynat qahemi, kanë hecur shumë përpara, por çik tek pensionistët çalojnë, që edhe këto shkollat duhet i kenë çik më në kujdes, sepse po bëjnë shkolla njerëzit, po dalin gjithë. Në shkollat e Enverit ishin si universitetet e sotshëm. As universitetet e sotshme nuk janë me shkollat e Enverit. Tani kemi përparuar, tani nëse kemi një problem në matematikë për shkak nuk e zgjidhim dot, pyesim ChatGPT-n edhe heqim. Ne i bëjmë me mend veç. Kurse juve vini atë telefonin edhe i bëni me telefon. Si është më mirë? Më mirë me mend apo me telefon? Më mirë me mend, sepse telefonin mund mos ta kesh ti gjithmonë. Si këta po i mësojnë kësaj telefonit, çdo gjë e bëjnë teknologjike. Ta bëjnë shumë mirë që e bëjnë teknologjinë. Edhe ministrin e kemi me inteligjencë artificiale, ku ka më mirë? Të kuptoj, dakor, po kushte kam atë telefonin ku do vete unë? Po se pa atë telefonin? Kështu që unë duhet ta di herë me mend, të di sa bëjnë 4x4 apo 5x4, pastaj telefonin qofse ngjit në ai truri edhe se ashtu dot mund ta bëj, por jo mos e di se sa bëjnë 2 dhe 2. Pse po bëjnë? Të rinj tani nuk dinë se sa bëjnë 2 dhe 2. Don çdo gjë me telefon. Ç'është problemi që këta nuk dinë? Sepse nuk vjen në shkollë kot, shohin bagnat e shkollës, nuk shkojnë në shkollë për të mësuar. Mësuesit shohin ku të lyhen, ku të ngjyhen, notën nuk ja japin atyre që mëson, por ja japin atyre që i jep rushfet. Duhet kjo edhe në klasat e para thua? Që në klasat e para. Unë kam pasur problem, unë kam pasur që në shkollë fillore kam pasur probleme me çunin tim. Pavarësisht se çuni im ishte shumë më ashtu dhe doli vet. Por problemi keni pas saktësisht me çunin, për shembull për sa për këtë arsye. Ishte me 10 dhe i vinte 9 për një se nuk di të kërcej, nuk di kështu. Thjesht për mos marr atë fletën e lavdërimit. Nuk i jepte notë të mirë sepse nuk krifte mirë flokët, do të thuash. Bravo, don që ai mos merrte fletën e lavdërimit, ta merrshi ti që i jepshe lekun. Pavarësisht se ai me zgjuarsin e tij i fitoi të gjitha dhe fitoi dhe shkollën. Por nuk është zgjidhje kjo. Sipas jush kush është zgjidhja? Sipas nesër është zgjidhje që të futen në shkollë, të futen mësuesit apo edukatorët, të futen të gjithë ato që kanë mësuar. Jo ato që janë me mik, jo ato që janë me parti, po të futen ato që janë me nota të mira. Pra ti je kundër inteligjencës artificiale në shkollë? Jo, jam me inteligjencën artificiale, nuk them që s'jam, por duhet që dhe të mësojnë. Nuk duhet vetëm inteligjenca, duhet dhe të mësojnë. Duhet të jenë korrekte, mos mbajnë hatër, mos kenë të vesh dhe në për spitale, jo xhepi dorën te xhepi sepse edhe ajo nuk është zgjidhje. Keni pasur një rast në spital që keni futur? Jo, unë nuk kam patur, se unë shqyr zotin i kam bërë në Greqi çdo gjë. Atje i kam pa lek dhe nuk kam... Ku është më mirë, në Greqi apo në Shqipëri? Të them të drejtën, doktorat në Greqi janë absolut, të them të drejtën. Kurse këtu një operacion nga më bërë një herë nuk ka ardhur doktorit më shofi, apo të më pyesja je mirë. Atje një operacion të bësh, do të vi doktori 30 herë të pyesi. Këtu nuk vjen doktori sepse ti nuk e ke dhënë aq lek sa do ai, apo nuk vjen se nuk di? Jo,
Nuk e di këtë, ndofta që ka atës nuk di çfarë të them. Unë një operacion kam bërë këtu dhe kam ngele pa kënaqur. 5 operacione që kam bërë në Greqi, jam shumë e kënaqur. Respekte. Qofsh gjithmonë shëndosh e mirë, mos bësh më operacione. Po si mund të zgjidhet një kryetar bashkie kur toleron një person me problematik, një person që ka vrarë dhe lihet akoma i lirë. A merr gjë kisha ortodokse nga Muzeu Onufri atje në Berat? Dhe a lëshon gjë Muzeu Onufri faturë tatimore? Se këta po e mbajnë veljen burg. Ndërkohë që gjykata kushtetuese tha që ai është kryetar bashkie, nga ana tjetër është në burg. Tani faktikisht edhe një vit e gjysëm është koha për të bërë zgjedhjet e reja lokale. Unë faktikisht duhet ta shoh nëse Erion Velia do të ketë akoma mbështetjen e Partisë Socialiste, domethënë në zgjedhjet e ardhshme, por mund të ndikojë, ose mund të prish provat, ose mund të dalë i pavarur dhe mund ta vazhdojë Bashkinë e Tiranës. Por pra ti thua që thjesht me këto manovra ata po bëjnë atë fitimin e kohës, le të themi që ta them dhe tjetër. Arrestimi i Veliajt është skeme e Edi Ramës. Do thosh ti si ka mundsi? Po ta them unë si ka mundsi. Me çdo drejt Rama kërkon tani që ta arrestojë Erion Veli sepse dyshon për komplot brenda Partisë Socialiste. Kush do të bëjnë komplot Partisë Socialiste? Kur faktikisht Erion Velia ishte kryetari i Bashkisë Tiranës. Mund të largohej nga kryetari i Bashkisë Tiranës dhe mund të merrte Partinë Socialiste. Po kur s'ka opozit që të tregojë dhëmbët qeverisë që sot na drejton, normal dhe ai bën këtë gjë që ka ndodhur te socialistët ka qenë gjithmonë ky problem. Siç ndodhi me Fatosin e Shkret me Ilirin, kur zgjeshin dhe ajo gruaja e Beratit që thoshte ne nuk duam përçarje vetëm. Dhe këtë po e bën vetë Edi Rama, skemi Edi Ramës që të shoh se kush është ai që e mbështet Edi Ramën dhe kush mbështet Erion Veli. Ti si Berata, kalojmë te tema tjetër. Ti si Berata, si e mendon? Unë faktikisht jam kandidat në opozitë, ai faktikisht është kandidat i pavarur, por s'po flasim për kandidat, po flasim për vrasjen që u bë te Kalaja. Ti vetë si e komenton? Thash pra, e thash policia bashkiake e Beratit, pra bashkia e Beratit, domethënë ish kryetari i Bashkisë Beratit, apo ai që është aktual që thotë që do zgjidhet, po si mund të zgjidhet një kryetar bashkie kur toleron një person me problematik, një person që ka vrarë dhe lihet akoma i lirë. Policia e Beratit apo dhe policia bashkiake e Beratit lejon një person kalat Beratit që të bëj vrasjen e radhës në sy të fëmijës. Është e turshme, është e pafashme dhe këta krenohen, shiko se ne nxorëm dronin zgarat dhe grillat edhe ferrat e qytetit historik të UNESCO-s dhe faktikisht Berati sot lëngon shumë. Bashkëshortja e të Ndjerit kishte bërë një reagim për media ku thoshte se ne nuk bëm foto me Kalin, por thjesht ishte Kali i lidhur në një cep. Unë personalisht nuk e njoh atë personin që ka Kalin, po, sepse kam qenë edhe unë aty në Kalas, sepse normale qytetar i atij qyteti UNESCO-s, po fatkeqësisht kjo tregon vetëm nivel negativ, jo vetëm të turizmit, por edhe të atij qyteti UNESCO, ku mikpritja dhe qytetaria në atë qytet është në nivele shumë të mira që ai qytet ka lënë shumë breza tek turistët, por edhe tek elita botërore, sepse aty ka vizituar shumë personalitete të larta botërore atë vend apo qytetar. Po fatkeqësisht propaganda dhe shplarja e trurit nga këta politikan e bën domethënë që të arrijmë në këto lloj nivele.